Gjykata e Durrësit caktoi masën e sigurisë arrest me burg për 26 vjeçarin Arber Xhaxha i riu që ishte në timon në aksidentin tragjik që ndodhi në mbikalimin e Dajlanit, ku mbeti e vdekur 18 vjeçaria Vikena Greku. Xhaxha i doli këtë të shtunë para gjykatës për vleftësimin e masës së arrestit dhe caktimin e masës së sigurisë. Testimet e policisë treguan se ai ishte i dehur dhe me shpejtësi të lartë teksa drejtonte automjetin tip BMW X5 në drejtim Tiranë-Durrës. Mjeti theu barierat mbrojtëse dhe përfundoi shumë metra më tutje në një hapësirë për tregtimin e luleve. Si pasojë e aksidentit humbi jetën 18 vjeçaria Vikena Greku, ndërsa u dëmtuan lehtë Xhaxha dhe 2 këmbësorët. Xhaxha nga fieri u shfaq i prangosur dhe në gjendje të rëndë psikologjike në gjykatën e Durrësit, ku u caktua masa e sigurisë ndaj tij. Ndërkohë Vikena Greku, 18 vjeçaria që humbi jetën në aksidentin e rëndë të ndodhur natën e së njëjtës te ura e Dajlanit, u përcoll për në banesën e fundit në fshatin Dyshnik të Beratit.